Mirë të rikëthyet në program, është momenti të gatuaj me zonjën Vjollca, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po më thoje që kemi 2 receta, s'po dimin këtë fillon me të parë. S'ka problem, shëndesim një Ramvisat, mirë se erdhët në emisionin tonë. Sot kemi vërtet 2 receta si zakonisht, por do punojmë paralelisht. Për arsye se secila prej tyre do kohën e vet, kështu që nuk mund ta përfundojmë vetëm në përfundim. Në pjesën e parë, sigurisht do të bëjmë një recetë të thjeshtë vegetariane, mbasi kemi përdorur mish pak shpesh. Thash të sjell kunguj me vezë, po jo thjesht si një omlet, duke kombinuar me hudhra, qep, pak domate, ashtu si zakonisht unë përgatis domate duke hequr pjesën e lëngshme. Kemi dhe hudhra të njoma në treg, kështu që mund të zvendësoni hudhrën e thatë dhe me hudhrën e njomë, në qik kopër, se kungulli shkon shumë me kopër, dhe do t'i kalojmë derisa ato të zbuten në një tigan të thellë, dhe në fund do të hedhim vezët, do t'i mbulojmë derisa të mpiksen për 2-3 minuta, e lëmë dhe një 2-3 minutë tjetër dhe pastaj servirëm. Një përshkrim i përgjithshëm i recetës. I recetës parë. Mirë, po kam nevojë shumë si zakonisht për ndihmën tënde dhe sigurisht, më thuaj çfarë të ndihmoj. Në gjatë kohës që unë do të merrem me recetën tjetër, do prisim kungujt në dysh, edhe një herë në këtë formë, nëse janë më të trash, sigurisht i presim në tresh, dhe në formën e një gishti, ja, kështu, ja kaq. Okej. E more detyrën, ja, mua këto, faleminderit për detyrën, po vazhdoj me të gjithë kunguj, ndërkohë zonja Vjollca na prezanton me recetën tjetër, receta do të jetë një ëmbëlsirë me sapo shoh nga përbërësit. Do të bëjmë biskota, dita është zgjatur, mendova thash po një kafe, po një çaj, po një kakao, po thjesht një gotë qumësht, që unë zakonisht e gota i qumshit e ftohtë më bën shumë mirë. Thash të sjell një recetë me shumë pak ingredient. Pa i ndyrë fare, me arë kokosi, do ta shkruajmë në pjesën tjetër recetën. Kemi 200 gram pluhur kokosi, vjen pak kështu si me copza të vogla, 150-200 gram sheqer, po sheqerin nga i sheqeri që unë përdora për ballakumet, që është pak i shtypur. Po, është më i thërmuar. Po, sigurisht. Dhe 4 të bardha vezësh. Pra, 200 gram kemi arë kokosi, 200 gram sheqer dhe 4 të bardha vezësh pa të verdha. Janë ca biskota të shishme shumë, ju garantoj për shije, por dhe shumë të thjeshta në gatim. Hedhim në një tenxhere të thellë sheqerin. Hedhim arën e kokosit. I trazoj këto këtu, që të më shikojnë në visat, sheqerin dhe arën e kokosit. Ara e kokosit ka ndyrë vetë. Dhe këtu do të hedhë dhe të bardhën e vezës. Këto përbërës... Vetëm me këto përbërës do bëjmë biskota? Po, vetëm me këto përbërës. Do t'i vendos në një zjarr mesatar, por duke e parë her pas here, që nxehtësia mos kaloj më shumë se 50 gradë. Do më nxjerrësh vetëm 2 lugë, Niki. Dhe thash një temperaturë mesatare. Dhe sigurisht nuk më shlidhur nëse unë e kthej kështu, me njëherë harra e kokosit ose brumi nuk më mban. Do të bjeri. Kështu që filloj e trazoj shpesh këtu në tigan, derisa unë të ndjej temperaturën me kurizin e gishtave të dorës. Nuk do ta lëm shumë, më falni, u derdh pak, na ndodh herë pas here, ndonjëherë na derdhet një gjë në kuzhinë dhe ja, siç e shikoni. E shoh temperaturën e kam të ftohtë, nuk duhet kaloj më shumë se 50 gradë, se nuk dua që e bardha vezës të më piqet këtu në tenxhere. E lëm kështu, derisa unë ta kthej dhe të më mbetet brumi në lugë. Pra, shiko, derdhet. Vazhdo, e trazojmë, fillon bëhet brumi në një gjendje më të lëngshme, e shoh, ka filluar të ngrohet pak, kujdes me temperaturën,
e ullë për sëri temperaturën dhe vazhdoj e trazoj. Këto biskota mund t'i vendosim thjesht kështu si që kemi, duke i hedhur në pa i bërë fare me dorë, as rumbullake, as duke i dhënë as një formë, por mund t'i vendosim dhe në format të ndryshme që janë thjesht për biskota në një letra të tilla. Por unë i kam provuar, i bëj shpesh në shtëpinë time, më bukur dhe më këndshëm për t'i vendosur në një kuti biskotash, janë ashtu thjesht t'i hedhim. E provojmë. Ja, edhe pak, edhe gjithçka është gati. Pra, shikon, bëhet pak më i lëngëzuar. E provojmë. Edhe një 2 herë rrotullojmë. E shohim, jo, s'ka rritur në temperaturën 50 gradë, është njësoj si kur jemi me temperatura 20 gradë, 50 i qikë më shumë, na djek dora. Sa po t'na i duroj, pra dora. E, që do të thot me qenë porçare, shi qa bëhet. Shpejt, po e si kësha mundin të biskota, tani duhet më thuash edhe një. Shpejt qop-qopin. Për qepën besoj. Zonja Vjoca, se kësha mundin fare të biskota, kështu që do të më shpjegosh edhe njërë se si i bërë. Po ti ke mësus privat, gjithë një mund të pagojnë para për një mësim, ti ke privat, pa para. Shumë bukur. Anvisat e kanë parë, po se ju akujtojmë dhe njerë, sepse do ta lëmë këtë recet, do vazhdojmë recetën tjetër për të vazhduar në pjesën tjetër. Unë thjesht kam një punë për t'i mbushur ato tani e di. Po. Po ja të ta kalzoju njerë se si mbushet edhe. Se të kërështë një mësuar të bëjmë biskota me brumë, shumë me miel. thjesht mund të marim të tilla letra dhe i ndajmë. Unë do të bëj disa të tilla dhe të tjera do t'i vë të thjeshta, se thash më pëlqejnë më shumë të jenë të thjeshta. Të lutem pak ujë. Pak ujë në një kështu, nga ato tasat e vegjël. Ja, kaq. Që mos të na lëvizin këto. Mos unë gjitur, i lagim pak. I lagim pak këtu me ujë, vetëm, këtë pjesën e. Ose me një furç mund t'i nëmin pak. Anvisat punojnë edhe me dorë. Ja, këtu. Tani, do të marim nga një lugë. Ndihet shumë aroma e kokos, sigurisht që është përbërësi kryesore dhe dominon në këtë recet. Këto mund të bërë edhe për të qërasur, kam përshtypjen. Po pa tjetër, me kaq kosto, vetëm shoqëruese e me kaq kosto sa kam shpenzuar unë për këto biskota, nuk mund t'i blesh kur kaq biskota të mira në treg. Me një kosto shumë të thjesht dhe shumë të lirë. Ja. I vendosim në këtë formë, pa i rregulluar fare. Ja. Tani, i marim dhe i vendosim thjesht. Se edhe kështu duke shumë të shishme, ta provoj pak? Po, mund ta provosh në ki. Edhe kështu janë shumë të shishme? Po, shumë të shishme janë. Në zjarë do t'i lëmë shumë në furnë? Po, do t'i lëmë në furnë temperaturën 150 gradë, vetëm për... Na i mbarove të nxere në një... Jam për shumë të mira, ute mos i vendosim fare në furë. Mirë, ndjekim pak publicitet, dhe më thënë shkëputemi për të falenderuar edhe sponsorat tanë, publicitet, rikthemi për të vazhduar me recetën. Biskota me plur kokosi, sigurisht që kemi filluar dhe recetën tjetër, sepse na duhet kohë si kundre përmendje zonja Vjolca. Po të pyesja, edhe pra Anvisa ndoshta e bëjnë këtë pyetje, që duan të bëjnë biskota me ara kokosi, me të plurin. Ku e gjejnë ato Anvisat, zonja Vjolca, se si më mësuar të gatuar gjithmonë? Tek dyqanet e frutave të thata. Aty i gjejmë? Po. Ka dhe në për supermarkete të paketuar, po nëse nuk e gjejnë në supermarkete, jo të gjitha, tek dyqani frutave të thata dhe është me një kosto 200 gram që ju do të blini, është lirë goxha. Atëhere, anët, do të kemi shumë kujdes ke anët. Po janë nga që gjithë pak të luga, edhe të kemë parasysh Anvisat që duhet pak... Niki, ja, anët, ja, me kurizin e lugës. Po bëj. Ja. Që të ngrinë ato dhe... Këto me një herë... Këto do të ngjyshojnë gjyrë ku t'jenë në formë? Do të zverden pak. Zverden pak. Po. Kemi dhe për një reshtë, kam përshtypje. Edhe një qik hidhi këtu. Dhe do të shikoni që këto që janë jo në përforma, do t'jenë më dekorative për të qerasur. Gjatë kohës që i heqim në letër, se nëse ato do t'i lëma shumë letër, sigurisht që duken më bukur. Po. Ja, po të liroj vëndin që të... Tani këtu kemi vendosur qepën,
dhe kungullin. Po, një gatim me kunguj, se çfarë t'i bëjmë kungujt që i blejmë, ja ky është një gatim që na e shpjegon zonja Vjollca. Gatimet me kungujt janë nga më të ndryshme. Deri ke tartat, deri ke taratori, deri ke në gjell, deri sup, deri krem supe, në për makarona, në për oriz. S'po flas për kungullin e verdh, po thjesht për kungullin e jeshilët. Tani, kungulli sigurisht nuk do ta lëm që të skuqet, të marrin ngjyrë, vetëm që të zbutet. Këtu vazhdon, e lëm për 2-3 minuta, kungullin dhe qepën, dhe me njëherë do të hedhim pak hudhrat. Unë griva dhe pak hudhër të njomë. Nuk do t'i lëm shumë të skuqen. Do të hedhim dhe domaten. Do t'i vendosim kapakun në temperaturë mesatare derisa ato të fillojnë të zbuten. Sigurisht këto nxjerrin lëngun e tyre. Ne nuk do të hedhim absolutisht fare ujë dhe do t'i lëmë që të zbuten në temperaturë të ullët. Nuk kemi hedhur as krip, as piper të zi. Do t'a hedhim në një kohë më të vonshme. Domatet janë, thash, pa fara. Pjesën e lëngshme të domateve nuk e kemi vendosur këtu. Ja, tani i lëm kështu, kur të kenë arritur të nxjerrin pak lëng, po sigurisht dhe tavulloj lëngu i tyre, atëherë kemi thënë që kungulli dhe domatja janë gatuar dhe janë të gatshëm për pjesën tjetër. I vendosim kapakun dhe lëm në temperaturë mesatare. Më vonë do të procedojmë duke shtuar përbërësit e tjerë, siç është kripa, piperizi, kopër, vezë, e përfundojmë në pjesën tjetër. Po ishte e domosdoshme kjo vendosja në tigan që të marrin ato? Do punojmë paralelisht. Me këto do t'i mbush pak. Sigurisht do të shkruajmë dhe recetën e biskotave, që janë biskota shumë. Mos mi ngjesh, Niki. Ti kam prishur, po i doja që ti forcoja pak, se sikur u hapën. Jo, Niki, duhet kështu. Ja, mblidhi pak kështu me 2 alugët dhe hapën. Të thash që nuk duhet mi ngjesh fare. Është shumë e rëndësishme ajo. Niki. Ja, se këto të tjera se i haj unë pa merak. Prandaj e bëre këtë punë. Shiko tani, procedura është e tillë, ngjit shumë teluga dhe Anvisa ta kem parasysh mos i shtypin, sepse nëse shtypen, jo nuk duhen shtypur fare, edhe nëse do rregulloni diçka me majën e ja kështu. Shiko vetëm të 3 fundit u bën pak të shtypura, se doja që ti. Këtë e ke shtypur shumë Niki. Po prita rregullojmë tani. Ja, shisiri si nusën e tel. Se ngele duke më lëvduar, ja pra të doli që të më shash pak. Ja, e rregullova dhe këtë e rregullova. Vetëm kështu anash mund t'i shtypim, mund të rregullojmë, nejse, shumë bukur do dalin, në shije do dalin absolutisht shumë të mira. Ta kesh parasysh që këto do dalin më të bukura. Ashtu, me bast, po. Këto do t'i hashtim. Do t'i vendosim në furrë në temperaturën 150 gradë. Ja, Anvisa ta kem parasysh mos i shtypi shumë, po t'jen kështu me maj. Si ballakume. Si ballakume t'jen. I kam bëru si ballakume të shtypura, sa të tjera t'jen kështu. Mi këto do të ruajnë formë, do t'jen të kuqëremta për t'i nxjerrim, apo do t'jen këtë ngjyrë? Do jenë të verdha. Mund të duhen pak kuqëremt poshtë, po sipër do t'jen të verdha. Ndoshta pika në çiksi më të errta diku. Po më duket vetja si nuse me tabaka për të qirasur, sepse janë në këtë formë mund të qirasen. Po janë, por në studio këtu janë drejtuese. Mirë, po i vendosim në furrë, në temperaturën e parangruar 150 gradë. Ato nuk do të hapen, për arsye se veza me njëherë do të pikset, prandaj ne nuk e lëm vezën, jo më shumë se 50 gradë, është shumë e rëndësishme që her pas here do të kontrollojmë temperaturën gjithmonë me kurrizin e dorës, derisa të na i duroj dora, ashtu siç vendosim ndonjëherë për qumshin që e provojmë me gisht, nëse është temperatura e dur, cik më shumë se qumshi. Me njerë sa të arria jo temperaturë, ne i largojmë dhe fillojmë t'i mbushim. Oke, për para se të shkëputemi, zonja Vjollca, të lexoj dhe njerë përbërësit e kungujve me vezë, me gjithse do t'i përmendim sigurisht edhe në pjesën tjetër, ju e shihni në ekran menun ton, ju nevojiten 4 kunguj, 1 kokër qep, 2 domate, 4 kokra vezë, 3 thelpi hudhër, 3 lugë gjelle vaj ulliri, kripi, piperizi dhe koper. Këto janë përbërësit e recetës së dytë, të cilën ne do ta përfundojmë sigurisht kur të rikthehemi, pasi tani ka publicitet, është momenti lajmeve në News 24, takojmë, mos u largoni. Mirë se u bashkuat në këndin tonë të gatimit, jemi në pjesën e dytë të gatimit. Zonja Vjollca, sugjerimi i sotëm i saj ishte kunguj dhe biskota me plur kokosi, të cilat sapo i kemi nxjerrë, janë shumë të freskëta nga fura, ende të nxehta,
thjesht po presim që t'i provojmë. Kanë marrë atë tipën e kuqëremt, besoj se është mjaftueshëm qëndrimi tyre në furr, thjesht do t'i presim të ftohen pak, ja. Vetëm pjesa e poshtme është skuqur pak më shumë zonja Vjolca. Ashtu siç thash dhe unë, që pjesa e poshtme do jetë më e kuqe, dhe sipër pak më. Dhe ja, mund t'i servirim një qik. I servirim një herë, kujdes është në nxehtë. Po. I servirim një biskota, sepse kemi edhe recetën tjetër për të përfunduar, por gjysmën e punës arritëm ta vendosnim që në pjesën e parë. Ndërkohë, ne kemi shënuar dhe përbërësit e këtyre biskotave, ne i ndoqëm në pjesën e parë se si u përgatitën, ishte shumë e thjeshtë dhe madje jo vetëm që mund të servirem, pra mund t'i përdorim kur kemi një fest në shtëpinë tonë, po pse jo për të shoqëruar dhe kafen tonë të mëngjesit, çajin. Ishin shumë të thjeshta, gatitashin shumë shpejt. Por Anvisa, dhe nëse ka një kuti biskotash, që unë kam një kuti biskotash këtu, do t'i lënë të ftohen dhe më pas i vendosin në një kuti biskotat, ku mund t'i vendosin dhe njëra për mbi tjetrën, dhe këto janë të nxehta, i mbuloj me kapak dhe ato rrinë të freskëta dhe të buta, dhe mjafton t'i vendosim në një tryezë, hapim kapakun sa herë të kemi dëshirë, pra për t'i ngrënë. Mjafton që ne ta shprehim që janë gatuar nga duart tona. Do t'i vendosim nëse do t'i projnë këtu, por t'i lëm njerë që të ftohen. Të qëndrojnë aty. Pak minuta, sa të shkëputemi nga teleshikuesit. Atëhere, vazhdojmë me recetën tjetër. Thash që këtu kungujt do të zbuten vetëm në momentin kur këtu mos ketë më ujë, pra lëngu i domates, i kungullit, i qepës që kanë nxjerrë, ju e patë që ne nuk kaluam në skuqe të madhe, ta kenë kthyer vetë përsëri perimet. Tani, hedhim pak krip, hedhim dhe shumë pak krip keveza, rrahim vezën, pak piper të zi, dhe e ulim temperaturën, jo në temperaturë shumë të lartë, në një temperaturë mesatare, dhe tani do të hedhim këtu vezën. Nuk e trazojmë një herë. Sa të mpikset veza. Po, dhe nëse do të trazojmë në momentin që kemi hedhur vezë, gjithmonë me majën e lugës, jo duke e trazuar, sikur kemi një supë, i vendosim kapakun për pak minuta, për 2-3 minuta, dhe avujt që përplasen me kapaku këthejnë përsëri, dhe i mpiksin më kollaj vezën dhe nuk në lënë që në poshtë të në nëzit apo të në marrë në gjyrë. Të mpikset më shumë se shduha. Pra, e shohim pra, shiko, ka filluar, dhe mjafton 2-3 minuta. E lëm dhe 2-3 minuta të tjera që të pushoj, dhe mund të servirim gjithmonë duke i hedhur pak fare kopër. është një, quani si të doni, një gatim, një recet fërgejs me kungull në mënyrë ndryshe. Shumë mirë mund të përdore dhe në mëngjes kjo zonja Vjolca, apo jo, duke qenë se ka vezën dhe këtë një omlet e madhe. Shqiet, unë e kam përdorur për drek, dhe ndoshtë kam pas në i past, e kam shoqëruar, ose thjesht edhe me salat, si t'jem ndjerë unë vetë. Nëse një ditë më parë kemi ngrënë rënd, kemi konsumuar mish, pse jo, jo vetëm një ditë, po një ditë jo, po mirë do t'ishte që mishi mos konsumohej shpesh, ne ndoshta i sjellim recetat këtu thjesht për njohuri, që ju të keni një ide për një ditë të javës, po jo që të gatuajmë për ditë mish. Edhe pse ne mund të sjellim 2 ditë rresht mish. E vërtet është kjo, e vërtet. Do të koordinohen, le të themi mish pulës, peshku, pse jo vetëm zarzavate, shpeshherë të jenë për ditë. Peshk të kemi dhe 2 herë në javë. Dhe 2 herë në javë është akoma më mirë, po përplasim dhe ndoshta për një buxhet. Po në mënyrë të veçantë, 1 herë në javë, se s'bën, duhet ta konsumojmë. Pra, do thoni ju që shumë avash po bëhet, por shumë avash, se nuk duat më ngjitet. Avash avash me temperaturë, sepse do të shpjegojmë dhe njëra Anvisave këto punën e biskotave, se ishte shumë e thjeshtë dhe mund të realizohet gati çdo ditë, me pak plur. Anvisat kërkojnë të dinë se si janë bërë biskotat, kështu që unë po pres të ftohet një. Është ftohur sa për ta konsumuar të një biskot. Nuk kam fjalë, zonja Vjolca, gjithmonë më habit në kuzhinë. Shumë mirë. Atëherë, si vepruam për të realizuar këto biskota? Më fal, edhe nuk janë shumë të ëmbla që të na velin, që të vrasin, po. Atëherë, si e realizuam biskotat me
me plur kokosi, me miell kokosi, quajni si të doni. Mjafton 200 gram miell kokosi, 200 gram sheqer, 4 të bardha vezësh. Hedhim në një tenxhere sheqerin, plurin e kokosit, e trazojmë dhe mbas 1 minute shtojmë dhe të bardhat e vezëve. Hati, se vazhdojmë flas, ti nuk i di këto. E vendosim në një zjarr mesatar, duke e trazuar vazhdimisht, duke e trazuar dhe duke e kontrolluar temperaturën, se nëse kalon temperatura, atëherë na bëhet veza, se kjo veza që po bëjmë ke fërgesa dhe na pritet, nuk mund të realizojmë do biskotat. Duke e trazuar dhe duke e ngritur lugën, më fal. Pra, shumë e rëndësishme kjo, ndaj dhe përstërit zonja Vjollca. Trazo, ngri lugë. Nëse mielli dhe, sepse ara kokosit ka ndyrën e vetë, bie, atëherë nuk është gati, ne e shohim temperaturën, trazojmë, kjo shpejtësi duhet tjetë pak e kontrolluar në momentet e fundit, se në moment që nuk na i duron dora, rrezikojmë të na pritet veza. E largojmë, duke e trazuar, shohim që fillon dhe lëngëzohet pjesa e brumit, nga një brum që me zi e trazojmë në fillim, fillon e ngjeshet dhe bëhet më i përdorueshëm. Pastaj e largojmë, nuk i bëjmë me dorë, fare, vetëm me lugë, ja, kështu, në pamje kanë dalë si ballakumet, po të vogla, por në shije është komplet diçka tjetër. Jo, është komplet ndryshe, bizotoron sigurisht ara e kokos për gjithë ato që kanë qef këtë, është e mrekullueshme, nuk e di. Po më bën të ha dhe një tjetër, po e lë pas pak. Me që se përdorën vezët, të bardhën e vezës, sa mirë që e sollëm edhe recetën tjetër me kungull, zonja Vjollca, që ato të verrat e vezëve. Këdo, e do një me kështu. Ne i përdorim, po e marrim një me kështu, ta marrim si nuk e qërastur. Ja pra, të themi se si dalin. I nxjerrim, kështu, dhe, ja. Kjo rezikon që nuk... Këto që janë të mbështjella janë më pak të kuqe të pjekura nga poshtë, po jo se janë të papjekura, ato thjesht ja, duhet ftohur që Niki që mos na thermohet. Po, se kur ftohet, thermohet. Po. Ndërkohë, do t'ju themi anvisave që cilat kanë dëshirë të gatuajnë dhe të marrin pjesë patjetër, ne mirë presim, për të shprehur eksperiencën e tyre. Si gjithmonë ne bëjmë një anoncim së bashku me zonjën Vjollca, ja sa të jedhim një sy edhe gjellë sepse kemi merak mos na ngjitet më shumë. Të gjithë ju anvisa, të cilat keni dëshirë dhe pasion gatimin në shtëpitë e tyre, doni që ta shpalosni këtë eksperiencë edhe përmes publikut, përmes anvisave të tjera, mund ta shprehni këtë eksperiencë këtu në këndin tonë të kuzhinës. Ne ju ftojmë të gjithave kudo që jeni, nga veriu deri në jug, së bashku me zonjën Vjollca, ju do të gatuani këtu me një anvis tjetër, recetën tuaj, ato që na e sugjeroni ju, zonja Vjollca do t'ju vlerësoj në fund të gatimit tuaj dhe sigurisht do të merrni edhe një dhuratë. Kjo është për stimul, thjesht për t'ju ofruar dhe për të qenë të pranishme përballë familjarëve tuaj, anvisave të gjithë publikut që u ndjek nga veriu dhe në jug të Shqipërisë. Numrin e shihni në ekran, mund të telefoni që në këtë moment 68 90 43 315, ky është numri në të cilën ju do të lini të dhënat tuaja, sepse ne na duhen të dhënat tuaja për t'ju ftuar dhe për të lënë datën se kur do të vini të gatuani këtu në këndin tonë të kuzhinës. Telefononi që në këtë momente, deri për gjatë gjithë ditës, ne ju presim për të qenë të pranishme. Zonja Vjollca, gjithmonë e ke detyrë të vështirë të japësh vlerësime, por në rastin e anvisave tona, nuk e di se çfarë kemi ftuar politikan, njerëz të botës së artit, personazhe publik, anvisat vinë nga çdo fushë në fakt. Se para se të japun notat, ja ka dhënë publiku, kështu që unë nuk mund të dal kundra teleshikuesve. Ta shohim. Do jetë pak më vështirë nga kjo që po thua. Jo, nuk është vështirë, mos kemi merak. E kryej atë punën. Dita kryej atë punë. Ja, më të vështirë kam pas këtë punën që po bëj tani. Po këtë e bën se e ke edhe me pasion. Kur vendosim për të vlerësuar këtë, ja. Donte edhe një çik që të ri, po nuk mund ta lë tryezën bosh, ë? Kjo është pra receta vegetariane që kishim përgatitur ne për sot. E largojmë? E largojmë mos na ngjitet. S'po ja prishin këtyre biskotave, po që sigurisht do ta provojmë paksa kur të kemi përfunduar. Ja, këto janë dy pjatat. Të sjella për ju sot, dy receta, një e ëmbël që është biskota me ara kokosi dhe kungujt me vezë të gatuar në një mënyrë tjetër. Sigurisht ka shumë receta ashtu si kundër e përmendi zonja Vjollca dhe më parë, ka shumë receta me kunguj nga më të ndryshmet, qoftë në për sallata, qoftë në për pasta, në gjell, në tavë. Kjo është më e thjeshta, më pak e kushtueshmja, shumë pak përbërës kishte. Unë gjithmonë e kam parasysh këtë, gjithmonë jam
më tepër afër pensionistave, më tepër afër zonjave që në ndjekin, për arsye se është një problem. Ne vërtet gatuajmë në fundjavë, shtojmë diçka dhe unë njëherë në disa kohë sjell receta që vërtet mund të harxojmë diçka për pjesëtarët tanë. Por gjithmonë jam tek baza, tek ajo e përditshme çfarë ne mund të konsumojmë thjesht. Sigurisht, kur jemi përdit në ekran, mund të sjellim edhe receta shumë të kushtueshme, sigurisht sepse gatuajmë në shtëpitë tona. Nuk ishin shumë të ëmbla, po sigurisht do të ishte nevojshme një gotë ujë fap. Unë e di që makrohove që parë, po sigurisht për t'ju bërë dhe një mesazh të gjitha mbisave të konsumojnë gjithmonë ujë pasi gatuajnë. Po ti di që unë mbasi mbaroj punë, bëhem për një gotë ujë. Konsumoni dhe ju, ujë fap vjen nga burimet e Shën Maris. Do të shkëputemi për hapësirën e gatimit, do të ndalemi për të takuar sërish më vonë së bashku, sepse do të kemi një bisedë interesante, mos u largoni, Villa 24 vazhdon, është momenti të shkëputemi për publicitet. Faleminderit zonja Vjoca, takohemi nesër në orën 9. Mirupafshim.